derisa kemi zhvillime të cilat vijnë nga sektorë të ndryshëm të vendit, kemi edhe zhvillime sa i përket energjisë elektrike. Qytetarët e Republikës së Kosovës po përballen prapë me reduktime, duke bërë kështu që të vështirësohet gjithçka, e më së shumti patjetër që preken edhe bizneset. Pse po ndodh një gjë e tillë? Është krizë e vërtet energjike apo thjesht është një menaxhim i dobët? Do të diskutojmë në këtë pjesë të emisionit në lidhje me atë çka po ndodh me energjinë elektrike në vend. E për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, me mua në studio kam njohësin e sektorit të energjisë, Adlum Ramadani. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Në lidhje të drejt për drejt kemi edhe Ismet Krasniqi nga Iniciativa Qytetare Asnjë Cent më shumë. Përshëndetje Ismet. Përshëndetje edhe për juve në studio. Ismet, po nisim këtë diskutim me juve duke pasë parasysh që edhe në rastet e kaluara, kur ka pas zhvillime sa i përket energjisë elektrike, kujtojmë këtu edhe vendimi për rritjen e çmimit të energjisë, ka pas organizim të qytetarëve për të kundërshtuar një gjë të tillë. Në anën tjetër, ditëve të fundit, vendi përballet me reduktime të energjisë elektrike, por që nuk kemi parë ndonjë organizime të qytetarëve për të kundërshtuar dhe për të protestuar një gjë të tillë. Si shihni faktikisht edhe këtë çështje e energjisë elektrike, por edhe mos reagimin qytetar në këtë rast? Patjetërisht po ndodh ajo që ne paralajmëronim vazhdimisht edhe në protestat tona, ne ishim më së të vetëdijshëm që çmimi i energjisë elektrike nuk do të ngritet vetëm atëherë, por edhe tash me këtë paralajmërimin e fundit që po ndodh, me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, patjetërisht po ngritën edhe çmimet e tjera që ju duhet energjia elektrike, po rëndojnë bizneset, e kjo më pas ndikon drejt për drejt edhe në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Duhet të theksoj se ne si grup nuk është se kemi ndollur aktivitetin asnjëherë, thjesht nuk kemi pasur se ku t'i adresojmë kërkesat, me që nuk kishim as kuvend legjitime as qeveri, kështu që përderisa nuk kishim një kuvend të konstituar, ne nuk kishim se ku t'i adresonim këto protesta dhe këto kërkesa, sepse protestat dhe kërkesat tona kryesisht i adresonim tek Kuvendi i Republikës Kosovës, me që ata janë përgjegjës edhe për zërrejnë dhe vazhdimisht kërkonim që të krijohet një grup parlamentar në mënyrë që të hetoj në detaje se si po ndodh kjo ngritje e çmimit të energjisë elektrike dhe pse po ndodh madje. Fatkeqësisht zërreja si duket është duke shfrytzuar këto hapësirat institucionale dhe tash së fundi ka paralajmëruar edhe për një ngritje tjetër diku rreth muajit mars, nëse nuk gaboj. Po, Ismet, tashmë kur kam përfunduar zgjedhjet, e dim që kemi një parti politike që pritet të formojë institucionet e reja shtetërore. Në ndërkohë, ne jemi duke u përballur me reduktimet e energjisë elektrike dhe me zhvillime të tjera në sektorin e energjisë. Do të ketë ndonjë organizim për të protestuar ose për të kundërshtuar në një formë apo tjetrën këtë që çka po ndodh aktualisht? Ne si grup mendojmë që po, do të kemi prap thirrje për protest, thjesht po presim edhe konstituimin e kuvendit, në mënyrë që kërkesat tona të mos dalin në përsheshe dhe kështu të le të humbi në ajër, le të themi, por të kemi një adresë të qartë se nga kush dhe çka po kërkojmë. Derisa të riorganizohemi prap si grup, derisa të konsultojmë edhe ekspertët e fushës, sepse shumë nga organizatorët ndoshta nuk jemi ekspertë drejt për drejt të energjisë elektrike, vim nga fusha të ndryshme, kështu që ne do të riorganizohemi prap si grup të diskutojmë në detaje kërkesat dhe adresën se ki po i adresojmë këto kërkesa, në mënyrë që protesta të mos mbesë vetëm fjalë në ajër, por të ketë zgjidhje konkrete, pra. Mos të ngritet çmimi i energjisë elektrike, sepse vazhdimisht po e rëndon jetën e qytetarëve. Ajo se çfarë duam të theksojmë ne si grup është se ne gjithmonë kemi treguar se kjo protest nuk është protest politike ose partijake, por është në interes të popullit, sepse vazhdimisht jemi munduar që sa më pak ta bëjmë partijake kështu. Edhe kur nuk kemi pasur kuvend të konstituar, në shumë televizione ne kemi cekur që protestat tona do të vazhdojnë pavarësisht se kush do të vijë në pushtet ose kush do të ketë kuvendin e Republikës Kosovës dhe qeverinë, kështu që besoj që ne do të vazhdojmë. Po, e kemi këto dhe zotin Ramadanin që po e vrej që po reagon në gjatë deklarimet të Krasniqit.
Po, në fakt, do të bëja një ndërlidhje me prononcimin e mëparshëm, pasi që në fakt nuk është konstatim nga ZRE-ja apo zyra regulatorit për energji që do të ketë ngritje, dhe nuk parashihet deri në këtë fazë që do të ketë ndonjë indikacion që do të ketë ngritje të çmimit, pra çdo deklarim publik që bëhet se do të ketë ngritje të çmimit të energjisë elektrike në Kosovë është i pavlefshëm. Do të thotë nuk ka bazë në të cilën Thua që kjo që është raportuar deri më tani është jo e vërtet, duke pas parasysh raportime dhe dokumente dhe gjanat që janë publikuar që realisht bazohen se do të ketë një rritje edhe në muajin mars. Shiko, duhet është një hapësirë. Nëse analizojmë në kontekst, do të thotë kronologjik, në të kaluarën e dimë që ngritja e energjisë elektrike fillimisht është bërë në soza të shqyrtimit të jashtëzakonshëm, do të thotë për vitet paraprake. Këtë vit fatmirësisht nuk pat shqyrtim të jashtëzakonshëm, pra Kesko dhe Keci nuk kërkuan shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifa, pasi që operuan brenda likuiditetit të tyre, pra sistemi elektroenergjetik ishte brenda soza të normalitetit, përkundër që kishte import të energjisë elektrike si rezultati pamundësisë për ta mbuluar me gjenerim të mbërendshëm, mirë, po prapë ritheksoj. Të konstatohet që do të ketë ngritje të energjisë elektrike pa shqyrtim të rregullt tarifore është gabim. Kjo do të thotë është jo vetëm gabim, po mendoj që paraqet edhe një situatë mjaft. Po pse atëherë ZRE-ja nuk e bë të qartë një gjë? ZRE-ja ka dalë me qëndrim, do të thotë kemi prononcimet e tyre si në formë të shkruar, ashtu edhe në prononcime ku kanë thënë se çështja e çmimit të energjisë elektrike do të përcaktohet në shqyrtimin e ardhshëm tarifor. Çka nuk kupton kjo? Ne vetë se kemi hyrë në proces të shqyrtimit, pasi që tashmë operatorëve është kërkuar që ti dërgojnë, do të thotë, parashikimet e tyre dhe gjithashtu të bëjnë balancet e tyre për vitin e ardhshëm, ndërkaq deri në fund të marsit do të thotë kjo çështje vetëm përcaktohet. Pra që i bie prapë që është hapësira që në fund të marsit, në fillim apo në fund të marsit nuk ka rëndësi, në muajin mars i bie që bërë shqyrtimi tarifor dhe është hapësira për ndryshim të çmimit. Prapë ZRE-ja nuk ka dalë në një deklaratë të qartë për të kundërshtuar ose për të shuar zërat se përfundimisht nuk do të ketë ndryshim të re. Nuk mund të japim konstatime nëse do të ketë apo nëse nuk do të ketë, nëse nuk i marrim për bazë raportit të operatorëve ekonomik. Do të thotë raportet ende janë duke u përgatitur nga operatorët ekonomik të energjisë elektrike, të cilët pas dorëzimit të tyre në ZRE, zyra regulatorit të energjisë do t'i trajtojë ato, do t'i analizojë dhe do të vijë në konkluzion nëse do të ketë rritje apo jo. Do të marrë parasysh faktin që rritja e çmimit të energjisë elektrike në të kaluarën ka ndodhur si rezultati i një sër faktorësh. Do thotë kur vihet tek shqyrtimi i rregull tarifor, zyra regulatorit për bazë ndër të tjera merr edhe shpenzimet kapitale, po investimet kapitale, por edhe shpenzimet operative, OPEX dhe CAPEX. Kjo është një gjë tashmë e njohur edhe për sektorin e biznesit. Mirë, po, nëse analizojmë do të thotë vitet paraprake, arsyeja kryesore e rritjes së çmimit të energjisë elektrike ka qenë si rezultat i rritjes së shpenzimeve operative. Do të thotë rritja e importit në një ranar, pastaj rritja e çmimit të atij importi deri në 7 fish. Rritje çmimi, rritje të importi, rritje të gjithçkave prapë nga energjia elektrike. Edhe ky konstatim nuk është i saktë. Për arsye se nuk është i saktë kur ne po përballemi me reduktime të energjisë elektrike. Se mund të themi diçka që nuk është e saktë kur ne përballemi, e shohim gjithë ditën e gjithë Kosova është ankuar për energjinë elektrike. Fillimisht duhet ta bëjmë definimin e saktë çka është ndërprerje e energjisë dhe çka është reduktimi i energjisë. Do thotë duhet apo për arsye se ne si njerëz të energjisë elektrike edhe kur i përcjellim këto prononcime dhe këto qëndrime të cilat edhe në fund të shkruar në rrjetet sociale dalin kur thojnë reduktime. Do thotë më shumë përdoret termi reduktim se sa ndërprerje, ndërkaq relacioni me ndërprerje dhe reduktim është 1/10. Ndërprerjet e energjisë elektrike parashohin të gjitha ato investime apo edhe vetë punimet e sistemit këtë rast apo operatorit KEC që bën në rrjetin e shpërndarjes. Ato mund të jenë avari, mund të jenë ndërprerje si rezultat i ndonjë investimi paraprak, ndërsa reduktimet janë si rezultat i pamundësisë për ta mbuluar nevojën e brendshme me kapacitet. Por çka dje ishte kjo arsyeja, sepse thanë që ka mungesë të prodhimit edhe është rritur importi dhe kjo është arsyeja pse ka ndërprerje të energjisë. Pra i bie që ne nuk mund të kundërshtojmë Ne nuk mund të kundërshtojmë diçka që është faktike, diçka që është reale që e shohim edhe për çka edhe institucionet kompetente. Këtë rast institucionet e energjisë elektrike dalin me një deklaratë të tillë dhe bëjnë të qartë që ka ndërprerje për këtë arsye. Po gjithmonë duhet marrë për bazë edhe ku kemi qenë dhe ku jemi. Do të thotë ka përmirësim të dukshëm në sistemin elektroenergjetik të vendit. Kemi qenë me reduktime shumë të thella, pastaj me stabilitet prapë jemi në tas. Shiko,
energjia nuk është një proces i cili përfundon sot për nesër. Do të thotë është në kontinuitet, do të thotë mbi bazë të disa mekanizma, disa faktorëve të cilët ndikojnë në përmirësimin apo eventualisht në situatë status quo të saj. Mirë po, prapë e ritheksoj, nëse analizojmë si tërsi, sistemi elektroenergjetik i Kosovës ka pasur përmirësim të dukshëm gjatë këtyre 5 viteve të fundit. Kemi një sër arsyesh, argumentesh pse e themi këtë. Fillimisht duhet pasur parasysh që gjatë këtyre 5 viteve do të sistemi elektroenergjetik është pavarësuar nga ai i Serbisë. Arritëm antarësimin në organizatën e operatorëve të sistemit të transmisionit evropian në ENTSO-E, që është një arritje bukur e madhe që fatkeqësisht nuk është duke u përmendur mjaftueshëm në treg, pasi kjo mundsoi shkëputjen e sistemit energjetik të Kosovës nga i Serbisë. Kemi bursën Alpex që me Shqipërinë që gjithashtu ndikon drejt për drejt me çmimet e importit të energjisë elektrike, pasi që mundësia për në këtë rast shkëmbim të importit të energjisë është më fleksibile dhe çmimet janë shpesh herë duk shumë të ulta se sa në bursën ndërkombëtare siç është ajo Hupex. Pra konsideron që çmimet e energjisë elektrike në Kosovë janë më të ulta se sa në vendet e tjera? Nuk po e them unë. Do të thotë duhet pasur parasysh. Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë për konsumatorë, pasi që duhet bërë ndarje, për konsumatorët e ambistrisë dhe bizneset e vogla të cilat janë të parapara në këtë rast brenda çmimeve të rregulluara nga zyra rregullatorit të energji, jo sipas me, mirë po sipas Eurostati që është zyre do të thotë statistikore e Bashkimit Evropian, janë me çmimet më të lira në rajon dhe Evropë. Prapë për i theksoj, këto janë do të thotë çështje të cilat nuk po i them unë, por janë brenda zyrës statistikore të Bashkimit Evropian që është Eurostat. Eurostatin të gjithë e njohim, pra nëse shkoni aty edhe shikoni, Eurostat në tetor të vitit të kaluar ka publikuar që kosovarët në këtë rast paguajnë çmimin më të lirë të energjisë elektrike që e konsumojnë në rajon dhe në Evropë. Po, Ismail, kishte diçka për të shtuar? Po, tash këtu kushtrim realisht do thash shumë gjëra, nuk e pota mundësinë me ndërprej dhe me debatu për këto çështje, po fillimisht po duhet ndalem tek ajo pjesa deklaratave të Zorej, se unë vetë kam lexuar një email nga një medium ku Zorej shpreh qartë që po e rishikon mundësinë ose po e shqyrton mundësinë e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Por ne nuk konstatuam se 100% do të ketë, por me që po e shqyrtojnë, po na alarmon edhe neve. Nga praktikat e kaluara, ne kemi parë se si ka reaguar vetë Zoreja. Kështu ka nisur me deklarata, po e shqyrtojnë mundësinë, do t'i shikojmë operatorët dhe më pas ka ardhur ngritja e çmimit të energjisë elektrike. Pra, ne si grup gjithmonë kemi menduar që duhet të reagojmë para se të ndodhë ngritja e çmimit të energjisë elektrike, se më pas kur të ndodhë, vetë është shumë vonë. Ne mund të luajmë me fjalë, shikoni, ne mund të luajmë me fjalë dhe me deklarata të zërres gjatë gjithë ditës, por një gjë është faktike dhe një gjë është reale. Qytetarët në Republikën e Kosovës sot paguajnë çmim të energjisë elektrike më shumë se asnjëherë, pra më shtrejt se asnjëherë. Ju mund të shikoni vetëm faturat që na vijnë neve në për shtëpitë dhe banesat tona, pa i përfshirë këtu bizneset fore. Pra ne nuk mund të themi se nuk ka ngritje të çmimit të energjisë elektrike. Në momentin që Zoreja prapë na thotë se po e shqyrton mundësinë për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, padyshim që do të na alarmojë edhe neve si qytetarë. Në anën tjetër, ne mund të diskutojmë prapë për numra dhe statistika e ceka. Por imagjinoni nëse do të kemi prapë, nuk po konstatojmë thjesht, po them nëse do të kemi prapë ngritje të çmimit të energjisë elektrike, çfarë do të ndodhë me familjet që mezi ja dalin muajin. Pra këtu nuk po flasim, nuk e kemi hallin vetëm të një shtrese të mesme ose kryesisht që kanë gjendje të mirë ekonomike. Po flasim edhe për një shtresë tjetër ku mezi ja dalin të mbjetojnë me këtë pakë që e kanë dhe ju prapë ngritni çmimin e energjisë elektrike. Unë spori habite me vetë kuvendin e Republikës Kosovës se deri vonë as deputetët kur kishim kuvend të konstituar nuk e ngritën si çështje. Më pas kur e pon që u bë madhe nga aktivistët dhe vetë nga populli, filluan të diskutuan për energjinë elektrike. Unë prapë nuk po lëshohem në konstatime, cega që kërkesa jon kryesore do të jetë të krijohet një grup parlamentar në kuvendin e Republikës Kosovës që të hetoj këtë ngritje të çmimit të energjisë elektrike. Asnjëri nga ne nuk jemi ekspert të fushës, të paktën sa i përket grupit të ngushtë organizativ të protestës, kështu që nëse ne kemi dyshime që aty ka pasur ose keq menaxhim ose keq përdorim të detyrës ose të ngritjes të çmimit të energjisë elektrike, le të merren institucionet përkatëse për to. Unë nuk e kuptoj pse duhet të jetë problem nëse qytetarët reagojnë ose kërkojnë transparencë nga vetë Zoreja përmes kuvendit të Republikës Kosovës. Unë besoj se kështu funksionon demokracia dhe kështu duhet të funksionojë secili popull normal.
unë nuk e di dhe jam në fakt i habitur se si qytetarët paguajnë më shtrejt energji elektrike dhe prapë gjejnë një lloj arsyetimi tek partitë e tyre politike ose nga backgroundet që ata vinë, sepse në fund të ditës faturat e çmimit të energjisë elektrike vetë do t'i paguajnë. Pashka se në protestat e kaluara ne kemi qenë të kënaqur sepse sheshet kanë qenë të mbushura, por normalisht që kur keni 3-4 protesta radhaze edhe intensiteti i protestës mund të vije. Po, Ismet, faleminderit shumë për këtë inkuadrim në Rreth e Rrotull. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kishim në lidhje të drejt për drejt Ismet Krasniqi nga iniciativa qytetare Asnjë cent më shumë. Ishim duke diskutuar në lidhje me atë, po në lidhje me atë reduktim të energjisë elektrike që ka alarmuar realisht të gjithë qytetarët, por edhe përfaqësuesit e bizneseve. Nëse themi që ka pasur përmirësime të gjendjes me energji elektrike në vend gjatë viteve të fundit, por çka nuk mund të mohojmë sukseset qofshin ato në sektorin energjetik apo në sektorët të tjera, por përballemi prapë me këto reduktime. Atëherë ku është problemi? Ku mund të themi që është faktori që po shkakton një ndërprerje të tillë të energjisë elektrike? Shiko, do të thotë kur të analizojmë si tërësi sistemin elektroenergjetik, nuk mund të kapim vetëm për një pikë apo për një segment, pasi që mënyra e funksionimit është hallgë zinxhirore. Do të thotë afektohet një operator apo një pjesë e sistemit, komplet sistemi elektroenergjetik do të ketë ndikim si rezultati i saj. Por është krizë energjetike apo është menaxhimi i dobët? Shiko, sa i përket krizës energjetike, realisht kjo nuk është vetëm në Kosovë. Do të thotë vazhdon të jetë situatë alarmante edhe për vetë Evropën, pasi që dalja nga pandemia COVID-19 dhe në anën tjetër ngjarjet që ndodhen në sektorin apo në marrëdhënie ndërkombëtare, respektivisht në pjesën e Ukrainës, e trazuan komplet sektorin e energjisë, jo vetëm të Evropës, por të botës. Pra në këtë kontekst, pastaj ishin atë qeveritë me masat e tyre të cilat i ndërmarrën për të parandaluar kolapse energjetike, që edhe në rastin e Kosovës mendoj që është parandaluar një kolaps energjetik, pasi që masat të cilat i ndërmori qeveria përmes subvencioneve të ndryshme ndikuan drejt për drejt, jo vetëm në barrën financiare të shtetërorëve. Pra, si pasoj e çka e kemi këtë ndërprerje aktuale të energjisë elektrike, sepse e kuptojmë që zhvillimet në botë, zhvillimet edhe në Europë do të ndikojnë edhe në sektor të ndryshëm, jo vetëm në Kosovë, por në të gjitha vendet. Por kur dalim edhe analizojmë, është Kosova ajo që përballet me terrin. Ne si Kosovë duhet të shikojmë kapacitet tona vendore të prodhimit. Do thotë përkundër vjetërsisë së tyre, pra të termocentraleve, ato janë duke operuar me kapacitet plota të gjenerimit. Pra përkundër kapacitet plota ne ende nuk arrim ta përmbushim nevojën e brendshme të konsumit, pasi që për çdo vit konsumi është duke u rritur. Në anën tjetër, Kesko, që është si operatori apo ofruesi shërbimit universal, sipas legjislacionit të fuqi e ka për obligim të bëjë furnizim të qëndrueshëm dhe stabil për qytetarët e Republikës. Nëse analizojmë dje çka ndodhi konkretisht apo dy ditët e fundit në Kosovë me reduktime të energjisë, ajo erdhi si rezultat i një rësan sigurisht i gjenerimit jo të mjaftueshëm të energjisë elektrike me kapacitete vendore, por u përcoll pastaj edhe me do të thotë në një farë mënyrë menaxhim jo adekuat të situatës nga vetë ofruesi i shërbimeve universale të energjisë, këtë rast që është Kesko, pasi që nominimet të cilat i ka bërë Kesko apo parashikimet nuk kanë qenë të sakta dhe si rrjedhoi ato pastaj patën diferencë të jetë madhe që shkon detyruar të bëjnë devijime në rrjetin. Për këngën e fundit fajtor është Kesko? Në këtë rast prapë ritheksoj. Çështja e furnizimit të energjisë elektrike ekskluzivisht është përgjegjësia e Keskos. Pra, Keko në këtë rast e prodhon energjinë elektrike mirë, po Kesko si ofruesi shërbimit universal e ka për obligim ligjor të mbuloj, do të thotë, nevojat e konsumit të qytetarëve të Republikës Kosovës. Ashtu është në paraportë sipas ligjit fuqi. E kemi tashmë në lidhje të drejt për drejt edhe Besar Dresha nga lidhja e bizneseve të Kosovës. Se duket kemi pak probleme me rrjetin, gjë që është më se normale, por i kthehemi derisa të kemi gati Besartin, tha që Kesko e ka për detyrë patjetër pjesën e saj sa i përket sigurimit të furnizimit me energji elektrike. Mirë po Kesko dje në një deklaratë të lëshuar tha që
ndër të tjera, kërkoj më shumë kujdes në shpenzim të energjisë elektrike, derisa tregoj që pasoja që solli këtë reduktim është shkaku i importit, edhe mos kapaciteteve për të prodhuar mjaftueshëm energji elektrike. Në këtë rast, kapacitetet maksimale të cilat ofrohen nga KEKO, ekskluzivisht fillimisht janë për KESCO, si ofruesi i shërbimit universal. Do të thotë gepi që krijohet mes konsumit dhe prodhimit, KESCO e ka për obligim të ambuloj për mes importit. Ajo që ndodhi dje, pra për e theksoj, është se rezultati nominimeve këtë rast jo të sakta, ajo edhe u tha nga vetë operatorët, ma dje doli edhe në prononcim zyra regulatorit të energjisë, cila tha se do ta hetoj këtë rast për të parë se si ndodhi komplet kjo ngjarje, pasi që e rrezikoi edhe vetë antarësimin e Kosovës në NCOE, do thotë duhet pasur shumë kujdes. Për shkak se nëse nuk arrim të bëjmë nominime të sakta, pastaj efekton edhe vetë pozicionin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Siç ndodhi dje, do të thotë me rastin e NCOE. A ka kapacitete të mjaftueshme Kosova për të mbuluar nevojat e saj me energji elektrike, nëse thani që në KESCO nuk ka bërë planifikimin e duhur sa i përket importit, për çka edhe mund të qëndroj në anën tjetër. Nëse flasim për kapacitetet prodhuese të Kosovës, pavarësisht se mund të themi që Kosova po prodhon me të gjitha kapacitetet që i ka në dispozicion. Këto kapacitete, a janë të mjaftueshme edhe realisht çka është bërë për rritjen e këtyre kapaciteteve që mos të kemi situata të tilla si kjo aktuale? Në fakt, ajo çka është bërë gjatë këtyre 5 viteve të fundit në rritje të kapacitetet nuk është bërë më parë. Për arsye se tash kemi, do të thotë, fillimisht e kemi projektin që është në fazë të implementimit në proces për të implementuar siç është 100 MW me parko në fotovoltaik që është në kodër të KEKut. Pastaj i kemi edhe ankandët solare të erës, të cilat u mbajtën për herë parë në Republikën e Kosovës. Njëkohësisht i kemi edhe kapacitet tjera gjeneruese të cilat parashihen sipas strategjisë për energji që është për vitin 2022-2031. Në kodër të saj do të thotë shohim se kemi prediksione apo parashije që kapacitetet energjetike të shtohen për mbi 1200 MW specifikisht nga burimet e ripërtreshme. Parashije të shtohen, por nuk po shtohen. Po janë proces, pikërisht kjo është ajo që është duke u punuar, pasi që kapacitetet energjetike nuk mund të shtohen brenda ditës, as brenda natës. Ajo dihet investime kapitale të cilat mirë, po edhe për vite të tëra, faktikisht janë ende ekzistente problemet që në fillim që kanë qenë, janë ende kemi bllokun bëne që bie nga sistemi, një gjë që ndodhi edhe dje. Kemi pastaj çështjen e filtrave që paraqet problem. Në anën tjetër kemi kërkesën e qytetarëve që është më së drejtë për stabilitet me energji elektrike. Prandaj janë duke u bërë investime në rehabilitimin e kapaciteteve aktuale në termocentralet të cilat Kosova i ka në dispozicion. Pra, nëse analizojmë edhe i shohim shifrat, parashihet që deri në 500 milion të shkojnë këto investime. Investime të cilat kanë nisur, pra investime të cilat kanë nisur për ta bërë rehabilitimin dhe rritjen jo vetëm të jetëgjatësisë, por edhe të kapacitetit prodhimit të cilat parashihet të rrisin deri në 200 MW brenda suazave aktuale të prodhimit. Pra, këto janë indikacione të qarta të cilat duhet bërë, faktikisht duhet të jepet hapësirë më e madhe, pasi që kohëve të fundit vazhdimisht po flitet për reduktime, mirë po nuk po flitet për atë se çka është bërë. Në anën tjetër, një po qytetarit intereson në fund të ditës intereson rezultati, energjia elektrike. Kur i mungon normal që do ta ankohet. Pikërisht kjo është edhe rezultati, pasi që tash nuk kemi më reduktime 4-2 apo 6-2 apo edhe më keq deri në 8. I bie që sipas qytetarit kënaqen me këto reduktime sepse nuk po ekziston reduktimi 4-2. Jo, nuk po them që qytetarët kënaqen, sepse qytetarët asnjëherë nuk ndihen të kënaqur përderisa nuk e arrin atë për cilën edhe paguajnë. Mirë, por në anën tjetër duhet theksuar që situata aktuale është dukshëm më e mirë se sa që ka qenë në të kaluara. Në anën tjetër, kur lidhemi tek për shembull tek vetë tregu energjetik, e shohim që në të kaluar vazhdimisht si qytetar apo edhe vetë bizneset janë ankuar për çështjen e monopolit të furnizimit me energji. Vazhdimisht kemi thënë KESCO ka monopolin. Mirë, po gjatë këtyre 5 viteve faktikisht ndodhi ajo që askush nuk e ka pritur, ndodhi pikërisht liberalizimi i tregut duke hequr monopolin e furnizimit të energjisë elektrike nga KESCO. Në këtë rast bizneset kanë të drejtën e tyre për të zgjedhur furnizuesin sipas normave apo sipas asaj të cilën e
marrin me çmim më të lirë do të thotë në tregun e energjisë dhe ta përcaktojnë furnizuesin e tyre. Në anën tjetër, mundësitë janë të shumë. Gjë që edhe kjo faktikisht është kundërshtuar në mënyrën se si është bërë dalja në tregun e lirë. Por kjo patjetër që është tema në vetën, po flasim për gjën themelore sa i përket energjisë elektrike, e që është sigurimi i kësaj energjie që njerëzit e këtij vendi mos të përballen me terrin, gjë që janë përballur edhe në vitet e kaluara, ka qenë gjendja shumë më e rëndë, nuk mund ta mohojmë, ka qenë pastaj një periudhë e stabilizimit të gjendjes me furnizim me energji elektrike, mirë po, prapë në momentin kur në vitin që lan pas, ka pas rritje të çmimit të energjisë që konsiderohet çmimi më i lartë ndonjëherë në Kosovë, qytetarët përballen prapë me terrin, gjë që mund të arsyetojë edhe irritimin e tyre. Shiko, pra për i theksoj, fillimisht të pjesa e çmimit, çmimi aktual i energjisë elektrike, sipas zyrës statistikore të Bashkimit Evropian, Eurostat del të jetë më i liri në rajoneve në Evropë. Në anën tjetër, por më i shtrejtë që ka pasur ndonjëherë Kosova. Po sigurisht që është më i shtrejtë për arsye se tash çdo herë kemi jo vetëm rritje, po kemi edhe nevojë më shumë për të importuar, sepse është rritur konsumi. Dhe pra po e them, operatorit që e bën furnizimin me energji elektrike, sa më shumë që rriten shpenzimet operative, aq më të mëdha do të jenë kërkesat e tij për të bërë mbulueshmërinë e tyre, për të ruajtur likuiditetin dhe funksionimin e mirëfillt të tyre në treg, por arsye se në qoftë se operatori apo këtë rast ofruesi shërbimeve universale për furnizim energji elektrike, që është Kesko, nuk ka likuiditet të mjaftueshëm për të operuar, atëherë sigurisht do të shkojmë drejt kollapsit energjetik dhe pastaj do të ndodhin devijime, do të ndodhin shkutje nga organizata ndërkombëtare dhe si rrethoj të gjithë ne do ta përjetojmë këtë kollaps energjetik. Po kjo është parandaluar dhe vazhdohet të parandalohet me një sër masash të cilat po ndërmiren në mënyrë që barra të jetë sa më e vogël, sa më e lehtë për qytetarët ashtu për vetë sistemin elektroenergjetik në vend. Një ndërlidhje ndoshta që do ta bëja me prononcimin parafrak të kolegut në lidhje direkte që tha nëse do të kishte rritje të çmimit apo vetëm kërkoj falje për ndërprerjen sepse po kemi probleme internetin, e kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe Besar të Dreshaj nga lidhja bizneseve të Kosovës. Zoti Dreshaj, reduktimet e ditëve të fundit, sa kanë prekur ose thënë sa kanë dëmtuar bizneset e vendit? Ka pasur ankesa të drejtuara drejt shoqatës tuaj? Përshëndetje për juve, për musafirë dhe të gjithë dëgjuesit e mediumit të juaj. Si kryetari i lidhjes bizneseve, po jemi vazhdimisht në teren në kontakt edhe me kompanitë prodhuese dhe mund të themi se gjendja është tepër e rëndë dhe është tepër dëmtuese për prodhimin vendor dhe njëkohësisht për prodhuesit vendor. Ne ishim dje në vizitë në regionin e Pezë dhe disa kompani prodhuese dhe gjatë vizitës reduktimet të ndalshin kohë pas kohë dhe njëkohësisht njëri ndër prodhuesit e ngritin si shqetësim se në momentin që u ndal prodhimi automatikisht domi është mbi 5.000 euro sepse gjitha këto produkte të cilat kanë futur në sistemin për të prodhuar duhet t'i gjuhim sepse është dëmtuar jashtëzakonisht shumë dhe kjo vlen për gjitha kompanitë prodhuese në Republikën e Kosovës. Lidhja e bizneseve është e shqetësuar për shkak se politikat e qeverisë dhe njëkohësisht të gjitha agjencionet e cilat janë të thirrur për t'i mbrojtur dhe për t'i furnizuar jo vetëm biznese por edhe qytetarët e Republikës Kosovës nuk e kanë bërë asnjë veprim dhe asnjë punë të cilat do t'ikonin në sigurimin e energjisë elektrike. Andaj si lidhje bizneseve ne kemi ngritur shqetësim dhe kërkojmë nga institucionet përkatëse që duhet që në mënyrë urgjente të sigurohet energjia dhe mos të dëmtohet prodhimi vendor, sepse këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me reduktim të energjisë, po kemi të bëjmë edhe me dëmtim të prodhimit vendor, kur kemi mungesë e prodhimit, kemi edhe humbje të tregzeve të Evropës me produktet madje në Kosova. Po jemi dëmtuar si kompani dhe si prodhues me vendimet e dëmshme të ZRS, tani edhe mungesat e energjisë, po kemi jashtëzakonisht humbje të mëdha të sektorit në privat. Pra thoni që nga dita e djeshme, reduktimet që ndodhen dje, dëmët janë mira eurot që pësuan bizneset? Ashtu është, do të thotë jo vetëm nga dje, por pothuajse këto javën e fundit të cilat kemi hyrë me këto reduktime të njëpastjeshme, mund të themi se sektori privat është duke dëmtuar jashtëzakonisht shumë, e sidomos sektori prodhimi sepse vërtet çdo minutë dhe çdo orë e cila po humbet në mungesë të energjisë
prodhimi vendor është duke humbur për lansimin e produkteve të tyre. Vetë fakti kur shkëmbimi tregtar mes Kosovës është importi dhe eksporti kemi 9-7, atëherë kjo ne kupton se definitivisht politikat janë jo të përshtatshme dhe mungesa e politikave të edhe të energjisë është një ndër faktorëve që kemi rritje të importit dhe zvogëlim të eksportit. Po, zotëri Dresha, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt në Rreth e Rrotull. Faleminderit se çdo herë ju përgëzoj për punën që jeni duke bërë. Faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt. Kërkoj falje për ndërprerjen. Po, ishit duke thënë, duke kundërshtuar atë se çka tha edhe zotëri Krasniqi paraprakisht në lidhjen e parë. Në fakt një shtesë do ta bëja në kuadër të atij prononcimi që tha lidhje me masat cilat janë ndërmarrë që barra financiare të jetë sa më lehtë për qytetarët. Nëse shohim vendimin e fundit që është marrë nga qeveria e Republikës Kosovës, pra qeveria në detyrë, e shohim se është vazhduar subvencionimi i faturave të energjisë elektrike për familjet të cënueshme. Pra është një hap mjaft pozitiv, pasi që kjo lehtëson barrën financiare për ato familje të cilat janë praktikisht të cënueshme dhe kanë pamundësinë për ta mbuluar koston e energjisë elektrike deri në një masë të caktuar. Në anën tjetër, kur jemi tek liberalizimi i tregut të energjisë për bizneset, duhet pasur parasysh që ky proces faktikisht ka vite që ka filluar. Pra tash ka arritur atë pikën më kulminante. Po çka për atë që tha zotëri Dreshaj, që në bazë të asaj se çka janë duke parë në terren, dëmët janë shumë të mëdha, sepse ka biznese që në momentin e ndërprerjes së energjisë elektrike, ndoshta e gjithë ajo sasi e çfarëdo produkti që është në prodhim më sipër, tha dhe ai do të shkojë dëm, humbet. Atëherë kush do të marrë përgjegjësinë? Procesi si i tillë ka qenë sfidues, do të thotë edhe për vetë vendet e rajonit. Në qoftë se shikojmë për shembull Shqipëria, kur ka dalë në treg të hapur, edhe atje ka qenë mjaft sfiduese derisa ardhur në pikën ku faktikisht bizneset kanë bërë zgjidhje afatgjate për çështjen e furnizimit me energji elektrike. Do thotë krahas, do thotë përfitimit si liberalizim, pasi që kanë të drejtë. Po flasim edhe për tregun e rregullt. Dje reduktimet i përfshin të gjithë pavarësisht a janë në tregun e hapur apo jo, sepse ka edhe biznese, prodhuese të cilat nuk kanë dalë në tregun e hapur, e që i bie që kanë pësuar ditëve të fundit me reduktime. Mirë, po këto situata prap nuk janë të shpeshta në raport me atë se çfarë zhvillohet në baza auditore brenda sistemit elektroenergjetik të Kosovës. Pra thua që të mirët pozitivisht, pse nuk ndodh shpesh? Jo, asesi nuk duhet të mirët pozitivisht, përkundërzi mendoj që raste të tilla duhet të hetohen, të analizohen dhe të vihen në konkluzione se pse u erdhi deri në këtë fazë, dhe sigurisht në mënyrën hapa ligjore ndaj atyre të cilët kanë shkaktuar situata të tilla. Po në anën tjetër, gjithashtu duhet të paraprir këtyre situatave, në mënyrë që në të ardhmen të parandalohen dhe asesi të mos ndodhin. Prandaj janë duke u analizuar të gjitha mundësitë aktuale brenda SOAZ-a të cilat i kemi si institucione, në këtë rast si Republika e Kosovës, në mënyrë që të rritin kapacitetet vendore të prodhimit, që të sigurohet furnizimi i qëndrueshëm me energji, por njëkohësisht të krijohen kushte të favorshme si për qytetarët ashtu edhe për bizneset për ta zgjedhur operatorin e tyre që bën furnizimin me energji elektrike. Procesi liberalizimit për shembull për energji elektrike për bizneset në Bashkimin Evropian ka filluar qysh në fund vitit të 90-ta. Do të thotë edhe vetë në Bashkimin Evropian ka pasur situata të tilla ku qytetarët apo Po flasim për vitin 90-ta dhe po flasim për vitin 2025 që i bie një diferencë jashtëzakonisht e madhe. Po gjithmonë duhet analizuar se si kanë shkuar këto procese në vende të tjera në mënyrë që të marrim sim nga ato dhe të shohim se si ato situata të cilat kanë kaluar ato shtete që janë bukur më zhvilluar se ne të implementohen në SOAZ-a të rrjetit tonë energjetik. Po, zoti Ramadani, faleminderit shumë që ishte sot në Rreth e Rrotull. Kemi diskutuar kështu në lidhje me zhvillimet e fundit sa i përkat sektorit të energjisë elektrike në vend dhe reduktimet e furnizimit me energji.